Partia Demokratike ka qenë e qartë. Këta persona s'mund të përfaqësojnë, nuk kanë integritet për të përfaqësuar ose për të udhëhequr me institucion siç është kuvendi. Prandaj keni alternativa tjera. Çka do të thotë kjo? Albulina Agjiu njëra prej Po pikërisht kjo është arsye që ka thonë pikërisht Partia Demokratike se këta persona që kanë qeverisë deri më tani nuk përmbushin kriteret në rand të parë të integritetit. Se vlerat që duhet ta përcaktojnë një person që pretendon me marrë përgjegjësi drejtuese në shtet janë nderi, që duhet të ndërtohet nga veprat e cilat vërtet i shërbejnë kombit dhe adheut, një histori të tërë, janë detyrë edhe për kushtimin në mënyra se si e kryejnë atë, janë besnikëria ndaj rendit, ligjit, kushtetutës, popullit e tjera, dhe është integriteti. Tash kur integriteti është i cenueshëm, i lëndueshëm, nuk mund të jesh i denj për të marrë përgjegjësi tilla siç është kryetari i kuvendit. Zonja në fjalë si emër për vlerësimin e spektrit gjëra apo gjithë spektrit politik brenda kuvendit nuk plotson këtë kriter për ta marrë këtë përgjegjësi. Dhe fakti se të gjitha partitë ofruan alternativa, del se këtu kemi krizë morale. Të moralit politik, s'po flas për moralin njerëzor. Krizë morale politike. Pra, sepse tani po del se këtu nuk kemë bëjmë me një blokim për shkak të kalkulimeve veç të ngushta partijake. Këtu, për mendimin tim dhe në vlerësimin tim, kemë bëjmë me një strategji të qëllimshme për një blokim institucional. Pse i shërben kjo? Ta them me përgjithësi se çdo objektiv që mund ta ketë subjekti politik që e ka mandatin ta ofrojë kryetarin e kuvendit dhe përgjithësinë ta gjejë kompromisin konsensual brenda spektrit politik kosovar, çdo objektiv që mund ta ketë këtë strategji nuk është në të mirë të Kosovës. Asnjë stacion siç po ndodh në krimin e institucioneve, stabilitetit politik, shtyrën e politikave integruese, për vazhdimin e procesit dialogut i cili sot në raport me Serbinë është më larg se kurrë, për një marrëveshje të zbatueshme në Kosovë. Dhe që është interesi i Kosovës, nuk është interesi i Serbisë. Të gjitha këto qëndrojnë shumë larg dhe këto tregojnë se nuk kemi të bëjmë me blokadat kalkulimin, por kemi një strategji të qëllimshme. Imagjinoni, tani u mor vendimin e Hagë, dhe ishte mundësia, me qenë se prokuroria ka kryer procesin e vet, ishte mundësia për një vendim për mbrojtjen e liri. Dhe këtu s'pat institucione që duhet të interesohen për këtë pjesë. Edhe pse atje po gjykohet edhe komplet lufta dhe rezultatet e saj, pra të lirisë që janë pavarësia shteti, e që janë kontestuar nga Serbia e janë konfirmuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Imagjinoni në këtë zvetnim dhe lënie vetëm të përballen me drejtësinë e liderëve kryesor të shtetit. Një vendim denus, si çfarë doshëm, ku do ta shpinte pastaj pavarësinë e Kosovës. Në qoftë se një vendim denus për një, siç e kanë cilësuar ata ndërmarrjet për pra këto janë elemente që të bëjnë me dyshu se ka një strategji që është anti-shtet, është anti-Kosovë. Mos flasim pastaj për segmente tjera që në fushën e sigurisë, arsimit, shëndetësisë, energjisë e tjera. Të gjitha këto sot po tregojnë se ky 4 vjeçar qeverisës i ka sjellë në atë nivel degradimi sa sot janë kthy në një fatkeqësi që ka prekur secilin qytetar të Kosovës, nuk përflas për bartës pushtetit, por secilin qytetar të Kosovës dhe e ka bllokuar pothuajse dhe Kosovën e ka nxjerr komplet jashtë lojës së procesit të integrimeve ekonomike, arsimore, politike, shëndetësore të tjera. Zoti Krasniqi ka qenë i pari